Ministër liberale një shoqëri konservatore në atë kohë. Si mund të ndërlidhet? Është e vështirë ta përcaktojmë në një stilem, një politikan liberal, sepse ekzistojnë edhe elementet tjera që e bëjnë më kompleks dhe kërkojnë mundësinë e ilustrimit me një terminologji tjetër. Por gjithsesi, në gjithë karrierën e vet u evidentua kjo gjë. Në periudhën post-burg të tij, ne pam dhe vërejtëm një politikan i cili hoqi dorë, le të themi, nga instikti i hakmarrjes, nga instiktet e tjera, le të themi, të asaj që mund të quhet goditjen e kundërshtarit kur je në pozitën sipër, etj. Këto ishin arsyet pse ne konsideruajmë edhe sot, dhe një pjesë e mirë e komentuesve politik, portretin e tij si një portret të determinuar nga ndërgjegja liberale dhe nga sjellja, le të themi, në jo pak raste edhe injoruese për ato që quhen tatute e një sistemi. Mirë, është dhe zoti Islami në lidhje të drejt për drejt online. Përshëndetje zoti Islami, miqtë e vini na dyshene, në studio me mua është edhe besoj kolegu juaj i atëhershëm, mik sot Aleksandër Çipa, për të folur më shumë për figurën dhe kontributin politik të Fatos Nanos, i cili fatkeqësisht është në gjendje të rëndë shëndetësore, konsiderojnë orë kritike këto për ish kryeministrin, liderin historik të Partisë Socialiste, një prej politikanëve që ka shënjuar, le të themi, në politikën shqiptare. Çfarë ju vjen ndërmend fjalët e para për Fatos Nanon, zoti Islami, për sa i përket kontributit të tij dhe rolit të tij në politik? Faleminderit për ftesën, ju përshëndes të dyve që i gëzuar. Fatos Nanon është një ndër politikanët më interesant që ka patur Shqipëria në këto 35 vite. Është një personazh politik i cili ka patur të veçantë që ekonominë e ka marrë shumë seriozisht, e politikën nuk e ka marrë seriozisht ekonominë. Është një njerëz që i cili janë përmbledhur edhe vetitë e mira të njerëzit, të politikës, të liderit, por edhe ato veset e shoqërisë shqiptare. Fatos Nanon ka meritën ndoshta më të madhe historike në të majtën shqiptare që në një kohë të jetë konservatore, të jetë prapsht, në një kohë kur pothuajse 34 të atyre që do përbënin Partinë Socialiste runin vizionin, mendimin dhe konceptin konservator, polli ide liberale. Ai nuk donte të mirë me politikën. Ai donte të ishte në politikë të tush i ftoftë, sepse fusha e tij ishte ekonomia. Megjithatë, këmbulja që ndodhi në Kongresin e 10 e detyroi në një farë mënyrë, le të themi, ishte një gjysmë detyrimi për të qenë edhe lider politik. Por ai kishte meritën që këtë turmë, e cila në Kongresin e 10 pothuajse nuk e shqeu drejtorojnë dhe pastaj Mojkomin, ta bënte gradualisht të konceptonte një jetë të re politike. Nuk e bën nga dëshira, unë kam qenë nga kohë pjesë e këtyre strukturave, nuk e bën nga dëshira, bën sepse lideri i tyre ishte ai që mentor sa që fitush e zbuti klimën politike brenda Partisë Socialiste, ku në atë kohë ishin vullnetarët e Enverit, ishin komunistët konservatorë, ishin disa rryma të cilët ishte shumë e vështirë të zbuteshin me njëherë. Dhe nuk mund zbuteshin nga një konservator ose nga një i ardhur nga shtresa fanatike e Partisë Socialiste. Është vërtet që Fatosi, ashtu si disa lider tjerë vinte nga shtresat që kishin patur lidhje të ngushta me komunizmin. Por pikërisht merita e tij, merita e shumë shokëve të rreth. Për shembull, si Maqo Lakrori, Namik Dokli, Garmotruci, Spiro Dede, që kishin qenë në këto shkallë superiore ose të mesme të politikës së dikurshme, kishin meritën që jo vetëm u shkputen personalisht, por arritën të shkputin një masë të madhe të pasuesve të tyre. Unë mendoj se tek Fatos Nanon, cilin rastësisht e kam njohur që kur ishte gjimnazist në Petronin Luarasi, pastaj jemi shkputur. Unë kam qenë student kur jemi njohur, por jemi ribashkuar pastaj në Partinë Socialiste, unë si gazetar dhe si antar i udhëheqjes së PS-s, ai si lideri kryesor i PS-s, kishte një sitush. Meqense keni patur dhe njohje personale që në kohën e adoleshencës të zotit Nanon. Janë që tush njeri, po të themi për kohën ishte rebel. Po të mos ishte asaj familje që ishte, po të mos ishte realisht djali Fatos Nanos, vështirë se mund të shkonte në universitet, vështirë se mund të shkollohej, vështirë se mund të bëjë antar partie, pra ishte një nga ato djemt që qunin vetën bitosat e Petroninit.
Unë e maj mend parë ka qenë për një këngëtari, Tonet Tërshana, ishte ato si binde një vegle muzikore. Pra ishte një djalë që i do për shujimet, nuk ta mushte syrin para zë,